O Hoxh, cili shejkh arab ju duket më i besueshëm për të ndjekur? Transmetohet në një hadith se profeti a.s. ka thënë: ju kam lënë ju, pra pasi të ndërroj jetë, diçka që nëse kapeni pas tij, pra duke e praktikuar atë, nuk keni për të humbur kurrë. Dhe tha profeti a.s. librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit të tij. Pra nëse një shejkh, një hoxh, një besimtar praktikon atë çfarë thot Allahu i lartësuar në Kur'an, atë çfarë ka thënë profeti a.s., pra suneti i profetit, fjalët e profetit, aprovimet e profetit a.s., pra nëse ne praktikojmë atë çfarë thot Zoti i gjatësisë në Kur'an dhe çfarë na ka porosit profeti a.s. në hadithet e tij, atë çfarë kanë vepruar të parët tanë, ky është hoxha i besueshëm, shejkhu i besueshëm, besimtari i besueshëm. E lutim Zotin e gjatësisë që të na bëjë prej atyre që e praktikojmë atë çfarë thot Zoti i gjatësisë, çfarë na ka porosit profeti a.s. dhe çfarë kanë vepruar të parët tanë.